Ndëruar shikues, mirëmbrëma, do të jemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Grupi i trafikantëve të drogës në Tiranë doli përpara gjykatës për masën e sigurisë. Togat e zeza lanë në burg 21 prej tyre, ndërsa njëri u lirua nga qelia. Sali Berisha deklaron se opozita do të rikthehet protestave masive në janar. Demokratët do të shndrojnë në rrugë dhe sheshe deri në largimin e Edi Ramës. Virozat e Stinës mbushin spitalet, mjekët të rreshin vëmendjen për komplikacionet e të vezhlit, por antibiotikët nuk duhet të përdoren pa recetë. Nuk ndalen protestat e fermerëve në Greqi, bllokohen rrugët kryesore, mes tyre edhe aksi Kakavi-Janin. Qeveria angazhohet të japë zgjidhje të plotë. Vjojmë mëngjesisht, të arrestuarit si pjesë e një rrjeti të madh të shpërndarjes së drograve në kryeqytet u përballën me togat e zeza për masën e sigurisë. Grupi që furnizonte me lëndë narkotike lokalet më të frekuentuara të ish-bllokut, por edhe zona të tjera u godit me metoda speciale të hetimit. Gjykata la në burg 21 nga pjesëtarët e grupit. 22 persona që janë arrestuar të mërkurën në Tiranë për drogë kanë dalë përpara gjykatës penale të kryeqytetit. Prej tyre u lirua njëri, ndërsa 21 të tjerët mbeten në qeli. Ata ranë në grackën e ngritur nga policia e Tiranës, ku përmes blerjeve të simuluara është provuar me prova e fakte përfshirja e tyre në prodhim dhe shitje lëndësh narkotike. Shpërndarja e drogës ishte e shtrirë në të gjithë Tiranën, ndërsa mes të arrestuarve bën pjesë një ish ushtarak, Dylber Aliaj. Në dosjen e siguruar nga Vision Plus është dokumentuar aktiviteti kriminal i këtij të fundit. Ka qenë një bashkëpunëtor me emrin Astrid, ai që nxori zbuluar ish ushtarakun. Bashkëpunëtori e pyet nëse është ndo pak e mirë apo jo, duke i referuar kokainës. Ai përgjigjet se jo vetëm që është e mirë, por e konsumon edhe vetë. Droga transportohen në disa raste me taksi, por edhe me motocikleta picash. Me taksi lëvizte Olsi Mici, ndërsa me motociklet të shpërndarjes së picave i loguar me një brend ndërkombëtar ishte Erdison Gjella. Policia bëri të ditur se lënda narkotike shitej kryesisht në blok, Kamës, Laprak dhe Tiranë e Re. Nga operacioni u sekuestruan rreth 500 gram lëndë dyshuar narkotike kokain, 10 kg kanabis sativa, 5 automjete, 28 celular, 6 peshore elektronike dhe 3.000 euro. Në kërkim si pjesë e rrjetit janë shpallur edhe 6 persona të tjerë. Kreu i Kuvendit Niko Peleshi rrëzoi kërkesën e opozitës për të mbajtur mbledhjen e Këshillit të Mandateve për çështjen Balluku. Këtë të premte, për demokratët, sjellja e mazhorancës është shkelje e hapur e ligjit dhe synon të pengojë SPAK-un që kërkon arrestimin e numrit 2 të qeverisë. Kërkesa e antarësisë demokrate për të zhvilluar mbledhjen e Këshillit të Mandateve lidhur me imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku u refuzua për herë të dytë. Sot mbushen plot 10 ditë. Ndryshe nga hera e parë, opozitarët morën një përgjigje me shkresë nga kryeparlamentarin Niko Peleshi, i cili shprehet se duhet pritur vendimi i gjykatës kushtetuese. Spari zoti Peleshi na thot se e pandeura Belinda Balluku ka kërkuar 3 javë kohë dhe ai është i vendosur për t'i garantuar asaj të drejtën e mbrojtjes. Sqaron në mënyrë të gënjeshtër se në rastin kur gjykatës kushtetuese i është kërkuar shprehmisht të jap një vendim mbi një çështje që lidhet drejt për drejt me shqyrtimin parlamentar, nuk mund mblidhet Këshilli. Sipas Bardit, mazhoranca po përpiqet të mbrojë numrin 2 të qeverisë, duke zvarritur çështjen. Nuk ka ndodhur kurrë që kjo godin, nga godina e kryesisë së Kuvendit, të shndrohet në bunkerin e Belinda Ballukut. Sot Kuvendi është bunkeri i Belinda Ballukut, ku këta mendojnë se do të strehojnë çdo të korruptuar të kësaj qeverie, mendojnë se do të marrin peng drejtësinë. Shefi i deputetëve opozitar sqaroi se do të kërkojë sërish mbledhje javën e ardhshme. Në fillim të javës që vjen, absolutisht të 5 antarët e opozitës në Këshillin e Mandateve janë 24 orë në 24 në dispozicion të këtij procesi. Ne besojmë që pranimi i kërkesës së prokurisë është detyrim për caktim ndaj deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Ne nuk kemi marrë mandat për të mbrojtur korrupsionin
Më herët, Bardhi tha se kreu i parlamentit ka mbyllur çdo sallë të kuvendit, si dhe atë të PD-s, duke mos lejuar as zhvillimin e një takimi me gazetarët në zyrë. Mbledhja e parë e Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve u zhvillua me 19 dhjetor, me pjesëmarrjen e anëtarëve 5 nga opozita dhe 5 nga mazhoranca, si dhe në prezencën e 3 prokurorëve të posaçëm, drejtuesi të ri të SPA Klodian Braho dhe 2 prokurorëve të çështjes, Dritan Prençi dhe Dorina Bejko. Partia Demokratike do t'i rikthehet protestave masive në muajin janar. Këtë e bëri të ditur lideri i opozitës Ali Berisha, i cili i përsëriti se demokratët janë të vendosur të qëndrojnë në rrugë dhe sheshe deri në largimin e Edi Ramës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi një takim me demokratët në Mans të Durrësit për të lajmëruar se në janar opozita do të protestojë çdo ditë para se listë së qeverisë deri në dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Sipas Berishës, protestat paqësore do të jenë rruga që opozita do të ndjekë për largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike që do të çojë vendin në zgjedhjet parakohshme. Tani duhet të betohemi ditën e caktuar të zëm sheshin dhe të rikthehemi sheshin çdo natë gjersat për zëm atë. Të mos mendojmë se rruga është dhuna, jo. Rruga është qendresa jonë, sheshi duhet jetë yni dhe Edi Rama ikën si mi. Berisha akuzoi qeverinë Rama për korrupsion, duke shfrytzuar dosjen e SPAK-ut për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe gjetjet e prokurorëve të posaçëm për figurën e Ergyes Agasit. Zyra e Ergyes Agasit do miq ishte si zyra e kryeministrit. Shkonin ministra, shkonin gjykatës, shkonin prokuror, shkonin zyrtar të lartë, drejtues agjencisë tek ai aty. Çfarë ishte Ergyes Agasi? Ishte kryeministri hije. Ato që kryeministri si bënte dot me ligj, bënte me gysin. Ndaj dhe ne nuk lëshojmë më kësaj here. Ta ketë shumë të qartë. Më mirë ti sa më shpejt të jap dorëheqjen se populli do ta detyrojë atë të jap dorëheqjen. Paralelisht me protestat para kryeministrisë, Berisha lajmëroi radikalizimin e aksionit opozitar edhe në parlament. Pas verifikimit që kreu në paraburgimin e Durrësit për kushtet në të cilat Erion Veliajt janë kryer vizitat mjekësore, avokati i popullit doli në përfundimin se kryebashkiakut ju prek privatësia mjekësore. Fjala është për vizitën mjekësore kolonoskopike të 31 korrikut, vizitë të cilën kryebashkiaku e konsideroi shkelje të dinjitetit sepse prezent ishte edhe policia e burgjeve. Për këtë arsye, kryetari i Bashkisë Kryeqytetit njoftoi avokatin e popullit, institucioni i cili thotë se vizitat mjekësore duhet të mbeten konfidenciale. Ndërkaq, drejtoria e burgjeve thotë se ky është një konfirmim i një urdhri të vitit 2019, por avokati i popullit pretendon se urdhri duhet ndryshuar konform standardeve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë hartuar një projekt ligj që synon të ashpërsojë luftën ndaj korrupsionit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nisma ka për qëllim gjithashtu të dobësojë ndikimin rus dhe kinez në rajon. Në Kongresin e Shtetet e Bashkuara është paraqitur projekt ligji akti për demokracinë dhe prosperitetin në Ballkanin Perëndimor, i cili synon forcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik dhe strategjik mes Washingtonit dhe vendeve të rajonit. Projekt ligji është depozituar në dhomën e përfaqësuesve në muajin shtator dhe aktualisht ndodhet në shqyrtim në komisionet përkatëse pa u miratuar ende. Sipas dokumentit zyrtar, nisma synon të rrisë tregtinë dhe investimet amerikane, të mbështesë reformat demokratike, luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e sundimit të ligjit në vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Një pjesë e rëndësishme e projekt ligjit i kushtohet edhe monitorimit të ndikimit rus dhe kinez në rajonin ton, përfshirë fushatat e dezinformimit dhe ndërhyrjet politike dhe ekonomike. Nëse projekt ligji miratohet, administrata amerikane do të jetë detyruar të raportojë rregullisht në Kongres mbi këto zhvillime. Ligjvënësit amerikan theksojnë se Ballkani Perëndimor mbetet një rajon me rëndësi strategjike për stabilitetin evropian dhe sigurinë ndërkombëtare, duke nënvizuar nevojën për angazhim të vazhdueshëm amerikan.
Një aksident i rënd ka ndodhur në unazën e qytetit të Lushnjës, ku një motociklet është përplasur me një automjet që po dilte nga ambientet e një biznesi. Si pasojë, drejtuesi i motocikletës Marius Doksani, rreth 30 vjeç, është plagosur rënd dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit në gjendje kritike. Në vendngjarje shkuan menjëherë shërbimet e qarkullimit rrugor dhe patrullat e policisë, të cilat po punojnë për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Unaza e qytetit të Lushnjës vijon të mbetet një zonë problematike për aksidentet rrugore për shkak të numrit të madh të bizneseve të ndërtuara përgjatë saj. Spitalet dhe qendrat shëndetësore po përballen me fluks të lartë nga virozat e stinës. Sipas mjekëve, nuk kanë munguar as rastet e komplikacioneve dhe sidomos tek të vegjëlit. Bluzat e bardha theksojnë se antibiotikët nuk duhet të përdoren pa u bërë kontrollet mjekësore nga specialisti. Periudha e festave është shoqëruar me një fluks të virozave, megjithatë sipas mjekëve situata nuk paraqitet alarmante. Virozat e rrugëve të sipërme dhe të poshtme të frymarrjes janë ato që dominojnë më tepër gjatë kësaj periudhe. Me ardhjen e stinës së dimrit, temperaturat e ulta dihet që predispozojnë virozat e rrugëve të sipërme dhe të poshtme të frymarrjes. Qarkullojnë shumë lloje virusesh. Në pjesën më të madhe të rasteve, infeksionet të fëmijëve janë infeksione virale. Virusi RSV-ja, virusi respirator sincicial, që prek kryesisht fëmijët e vegjël nën mosha 2 vjeç. Më problem janë ato mosha nga 1 deri në 6 muaj, që dhe kanë rrezik më të lartë për të patur ndërlikime. Bluzat e bardha apelojnë që antibiotikët të mos përdoren pa kriter dhe pa konsult me specialistin. Asnjë trajtim që nuk rekomandohet nga mjeku specialist nuk duhet marrë nga të vegjëlit. S'mund marrësh antibiotik pa u konsultuar nga mjeku, dhe mjeku mendon kur jep antibiotik, sepse gjendje virale nuk vepron antibiotiku. Në gjendje virale, duke dhënë antibiotikun shpesh, bie imuniteti. Mjekët japin disa këshilla për më shumë kujdes gjatë këtyre ditëve të festave me qëllim parandalimin e qarkullimit të virozave. E para njerë, le të themi që duhet kujdesemi për të patur një sistem imunitar të fortë të fëmijës. Si arrihet kjo? Nëpërmjet hidratimit shumë të mirë, nëpërmjet ushqimit të shumëllojshëm dhe të larmishëm, nëpërmjet higjienës adekuate, ajrosjes së ambienteve her pas here. Fluksi virozave është i pranishëm në të gjithë vendin. Vetëm në pediatrinë e Vlorës kryen rreth 40 vizita në ditë, ndërsa rreth 30 është numri i pacientëve të vegjël që aktualisht janë të hospitalizuar për shkak të komplikacioneve. Megjithatë, sipas bluzave të bardha, fluksi pritet të shtohet më shumë në ditët në vijim. Fshetë e Duborës janë rikthyer në zonat malore të Juglindjes, ato kanë përfshirë fshatin turistik të Dardhës dhe po ashtu edhe krahinën e Mashkullorës. Autoritetet bëjnë të ditur se nuk ka probleme në lëvizjen e automjeteve, pasi trashësia e Duborës arrin deri në 5 cm. Firmat nën-kontraktore po pastrojnë rrugët dhe po ashtu edhe kriposjen e tyre, ndërsa policia rrugore apelon për kujdes të shtuar dhe pajisjen me goma dimrore për ata turistë që duan të vizitojnë Dardhën, Voskopojën apo Vizkuq. Temperaturat shkojnë deri në -5 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa ditët që vinë priten rreshje dëbore me intensitet më të lartë, si dhe ulje e mëtejshme e temperaturave. Ktu kemi përfunduar, më falenderoj për të mendjen, bashkë natën e mirë.